Rike ka ky obelisk për brezat e rinj që rriten këtu në Kosovë. Si ndikon ajo pra tek rinia jonë që kanë harru, shumë prej tyre pe harrojnë historinë e vendit vet, dhe ne si profesor po mundohemi me misionin po dhe Veseli fal kontributit ti që është shumë kontribut i çmuar që bashkërisht me ju e me gjithë kolegët e tjerë dhe kontribuesit e tjerë që kanë dhënë kontribut, ja kanë dhënë një obelisk mjaft bukur shtetit Kosovës. Pro, falendrejt shumë për ftesën. Jo më nderuam që marr pjesë këtu në takimin me juve dhe me Veselin. Pikrisht është historia jonë më e lavdishme e popullit shqiptar, sidomos ona e Gollakut, që mos harrohet. Ky ka qenë qëllimi jam edhe i Veselit, kështu që obelisku ka një rëndësi të madhe edukative, spare edukative për gjeneratat e reja. Unë edhe si arsimtar po flasë dhe si drejtor shkolle, po drejtori është mandat. E mandat 2, por po flasë si mësues, e si jam i përgjithshëm. Mendimi im ka qenë bashkë me Veselin që këta njerëz mos t'i harrojmë. Nuk ka gjë më sublime se sa me vdek për vendet, për atë dhe unë. Kështu në kam mësuar gjeneratat, prindërit tanë, njerëzit tanë, kështu në kam mësuar edhe mësuesit tanë, që mos të rëzohemi para okupatorit serb. Orllani, me 10 fshatra për rreth, ka pas një represion jashtëzakonisht madh. Ka rshi popullatës sonë që nuk kanë zgjedhur as mosh, as gjini. Nga ky qëllim, ne jemi nisë që gjeneratet e reja ta kenë çdo ditë edhe t'i lexojnë emrat që janë skalitur të dëshmorëve edhe të martirëve të lirisë. Çdo kalimtar i rastit është rrugë që frekuentohet nga nxënësit, nga moshat e ndryshme, nga prindërit tanë çdo ditë. Dhe unë pres dal nga njëra dhe shiqoj që nuk ka kalimtar i rastit që nuk nalit më shikua obeliskun. Unë në emrin e televizionit tonë flasim 7, unë du me falendru Veselin për që ka bo një donacion ose donaturi kryesor është Veseli. Kemi një këshill ose një këshillin e inicimit që në 7 anëtar, nuk kemi darë dhe shumë në Veseli me marë për siper, pa konsultu edhe me atë 7 që janë vëllau i herojt kombit Bajram Bayaziti, a i ka punu edhe mësues në Orlan, është Recep Zeka, një donator edhe ai, është këshill drejtues, kryetari i këshillit drejtues të shkollë, është arsimtari Afrim Nora, është Vesel Hamiti, donatori kryesor, është Ismet Halimi, që edhe i mungon baba, Veselit i mungon baba dhe migja. Jo, mon e danë janë prej 7 anëtarëve që kemi menduar çka mujmë. Qëllimi i këshillit iniciues është çka me bëhet tutje. Na nuk do të nalemi veç me këtë obelisk, po si ide, bashkarisht do bisedojmë dhe ju, profesor, se një profesor i fushës edhe po i njeni senet, që këtë lidhet edhe me Muzeun e Kosovës, si ide jamja, të lidhet me kompleksin e herojt kombit Bajram Bayaziti, edhe pse jo të shkojmë edhe në Tiranë. Muzeun e Tiranës, të kem këta emrat skalitur, popullata ka prit mirë, këtë gjest mirë, kanë falendru edhe Veselit, edhe mu, ka edhe prej atyre që kanë ka pak vrejtje, për me nashtinjeve me punua ma shumë, sepse jënë të vrejtjet vogla që kemi bërë do gabime, të shkrimore, në data, për shembull, në data dikonja kemi, po nuk është fajim, po ka martir edhe dëshmor që i ka 2-3 data. Një libër e kanë marrë gabim, të shoqatet dalën nga lufta është gabim, tjetra libër është ndryshe, të muzevi aty ku e ka më në shkollë është ndryshe, dhe kështu i ka marrë kompania për sipër me toni që ka me i përmisua. Do në kret ideja, jo nëse çdo ditë kalojnë pranë emrave, që kanë dhënë jetën për Kosovën. Dhe kjo është ideja e jonë që t'i formsojmë një formë
edhe nxënësit tanë, edhe qytetarët pa dallimush. Unë që të vazhdohet edhe më tutje. Unë nga edhe Veseli është modest edhe unë ne jemi kanë të detyruar në farë formë me bo, sepse na kanë shty për para këta emra që i kemë këto, që ju kemi bërsh çdo minutë. Mos flasëm më shumë. E vërtet, shumë e vërtet edhe me të vërtet i kemi shumë obligim dhe detyrim këtyre burrave të lartë, të cilët e dhanë gjithçka, pra dhanë jetën e tyre që ne sot të kemi institucionet, të kemi shkollat, të kemi shëndetësinë, të kemi ekonominë, të kemi shtetin, mbi gjitha. Nëse më lejohet edhe pak, unë kam një bërsh pak më shumë, sepse unë i kam njoftë edhe këta burra këtu. Bile ka për e tyre që i këm pas në nxënës, dhe nuk ishtë gjomë më vështirë se me pa nxënësin kur të ka arë lajmë që të ka vdek në luftë. Kështu që unë kam amanet edhe për e tyre që sa është e rëndësishme me vdek për vendin. Kam pak emocione, por pak a shumë i kam freksta dhe amanetin e tyre. Kështu më ju kemi bërsh. Kuptohet. Këtu kemi pra dhe zotëriun Vesel Hamiti, realisht është pak emocionale të flasim kur keni edhe familjarët e juaj pra prej martirëve të lirisë dhe Zoti më shëroft. Faleminderit. Zotëri Vesel, ju jeni një ndër donatorët dhe kontribuesit kryesor për ngritjen e kësaj pllake përkujtimore. Çfarë ju ka shtym pra që ta bëni këtë obelisk? Du të tregoj diçka për obeliskun, për informacion, për fushës Kavi. Obelisjet janë që nga Egjipti i lashtë. Domethënë kanë qenë gjithmonë simbole treguese ose historike që kanë tregu për gjithçka. Domethënë kanë qenë informim. Pra aty nis edhe baza e një kulture, një civilizimi, një njerëzimit. Prandaj unë të përgëzoj sinqerisht, sepse është një ide shumë e qëlluar. Faleminderit, jam i nderuar që na keni ftuar prof sot. Kontributi im ka ardhur nga zemra dhe nga respekti për terren e tonë. Unë besoj se një popull që nderon dëshmorët e vet, ndërton të ardhmen të fortë. Për mua ky obelisk simbolizon falënderimin, amanetin dhe krenarinë. Është detyrë morale të ruajmë kujtimin e tyre dhe t'ua tregojmë gjeneratave që vijnë. Vërtet historia është mësuesja e jetës. Dhe nëse ne nuk marrim mësim nga e kaluara, ajo mund të na përsëritet. Prandaj këta dhanë gjithçka që të ndërtojnë themelet e këtij shteti. Gjitha burra që unë e kam për obligim të lexoj, duke filluar nga Zahir Pajaziti, Hajdin Haliti, Isuf Ademi. I treti është Jo Hasani. I treti, Jo Hasani, po. Isuf Zymeri tani, po, Ademi. Habib Zeka, Shefqet Zeka, Ismet Dërguti, Ekrem Dili, Beqir Mehmet Jakupi, Agim Zug Osaj, Adnan Ilmi Maliqi. Pra, pastaj vinë martirët e lirisë, Hamid Vesel Hamiti, Muharrem Vesel Haliti, Fatmir Beqir Jakupi, Hazbi Beqir Jakupi, Fikri Beqir Jakupi, Faton Beqir Jakupi, Musa Nezir Jakupi, Arjan Demir Jakupi, Fejri Mer Musa, Drita Mustaf Musa, Agim Recep Zeqiri, Amurla Halimi, Mehmet Sikëraqa, Qazim Halili, Hajrije Saliu, Enez Nura, Shaban Zeqiri, Imer Musa, Mehmet Beka, Hajredin Zhujani, Remzi Fetahu, Azem Zeqiri, Shaban Sekiraqa, Shaban Ajeti, Nejat Saliu, Zymer Syla, Nazmije Syla, Naim Syla, Valbone Syla, Gani Ramadani, Riza Ramadani, Fatime Ramadani, Besnik Ramadani, Muzafer Ramadani, Besime Ramadani, Bislim Ramadani, Hasan Jakupi dhe Habib Sekiraqa. Dëshmor ose jo, si të doni me quani, por amanetin për diri, mos më harroni. Pra,
Ky është obelisku të cilën ne do të afishojmë gjatë emisionit po ashtu, pikërisht pra i ndërtuar për nder të këtyre burra e gra e familjarë të nderuar të cilët e dhanë kontributin e tyre që ne sot ta gëzojmë lirin. Pra në këtë obelisk janë shënuar emrat e dëshmorëve të njohur, Aziti, Hajdin Aliti, Jasani e shumë të tjerë.